Mirë, jemi rikthyer në studio dhe do flasim për shëndet, do hyjmë në një nga fushat më të keq kuptuara të shëndetit njerëzor. Do ndalim tek seksualiteti, jo si mit, por si një proces biologjik, psikologjik dhe hormonal që her pas here ndikon nga ankthi, stresi dhe nga mënyra se si trupi ynë reagon ndaj intimitetit. Është shumë e rëndësishme që her pas here në bisedat tona të bëjmë disa ballafaqime të miteve, por edhe asaj çfarë në të vërtetë thot shkenca mjekësore. Është rëndësishme ndoshta për të zëvendësuar gjithçka vjen nga kokrat sintetike me ndonjë metodë natyrale. Të gjitha këto i mësojmë, sepse në studio kemi mësuar ginekologun Avenir Balili. Zotë Balili, mirë se vjen, faleminderit që gjetët kohë dhe kënaqësi për ne. Dhe më konkretisht çfarë doni dinit? Me kokrat çfarë duam të dim? E nisim bisedën së bashku nga ajo biseda e parë që duhet bërë nga prindrit tek të rinjt. Ku duhet bërë sipas jush biseda e parë për raportet seksuale? Vizita e parë? Jo vizita e parë, biseda e parë, nisur edhe nga ajo çka ju na keni thënë që të rinjt po i kryen marrëdhëniet e para seksuale në moshë shumë të herët sot. Edukata seksuale nuk është se është një proces që duhet ta filloj prindi e ta mbaroj prindja ose ta filloj shoqëria, po është një gërshetim i këtyre dy mësuesve. Sepse pastaj fëmijët bëhen pre e veseve të këqija dhe seksualitetit të gabuar. Dhe ajo që e theksoj gjithmonë unë, është, jo unë, po e theksojnë shumica e seksologëve, është pornografia. Sepse sitet pornografike sot janë të lira, mund të hynë kush të doj, edhe fëmijët e vegjël, edhe mësojnë praktika seksuale jo të shëndetshme. Kështu që një gërshetim i prindërve, shoqeve, shoqërisë, edhe shoqëria ka rolin e saj të madh. Një gërshetim i këtyre faktorëve do krijojë një seksualitet të mirë, të shëndetshëm për fëmijët që do jenë e ardhmja e vendit pastaj. Zoti Balili, e thash që në hapje të bisedës, do ndalemi edhe tek pyetja që më bët, tek hapet apo kokrat sintetike, por gjatë bisedës është rëndësishme bëjmë një ballafaqim midis asaj çfarë mjekësia thot dhe çfarë dëgjojmë rëndom, ndoshta edhe në bisedat në kafene. Ekziston një mit që nëse të pëlqen partnerja apo partnerja, ankthi zhduket automatikisht vetë, për të shkuar tek ndikimi që ankthi ka në marrëdhëniet intime. Si qëndron e vërtetë? Dihet që seksi ose marrëdhëniet seksuale influencojnë pozitivisht në psiqikën e shëndetit mendor. Shëndetit mendor, në psiqikën e individit. Dihet që ata që kanë jetë seksuale jo të kënaqshme janë nervoz dhe dëgjoja një seksolog tuaj që thoshte e fundit ai zbulimi i fundit që ishte për gratë thoshte janë në timon janë nervoze, të zënë rrugën, të përplasin. Meshkujt zakonisht janë agresiv. Pra s'bëjnë seks, si bie. Ata që s'bëjnë. S'kan jetë seksuale të rregullt, të kënaqshme, se mund të jetë e rregullt po e pa kënaqshme. Po të jetë e rregullt dhe e kënaqshme, do me thënë të ketë një bashkëpunim ndërmjet partnerëve, se gjithmonë kjo është e rëndësishme. Jo njëri të kënaqet e tjetri jo. Do me thënë kjo vendoset me kohë, jo me njëherë. Ka raste që vendoset e me njëherë përputhja seksuale, është e me njëhershme, po ka raste që edhe vonon kohë. Sepse fiziologjia e aktit seksual është ndryshe tek mashkulli, ndryshe tek femra. Mashkulli për të arritur për të kryer raportin seksual ka nevojë për një sasi të vogël gjaku. Ndërsa gruaja për të arritur orgazmën ka nevojë të plotësojë gjithë legenin e saj me gjak. Kjo është e domosdoshme. Pastaj është psiqik, muskular i themin edhe vaskular. Kështu që orgazma femërore është më e vonshme, mashkulloria është më e hershme. Mund të jetë më e hershme, jo gjithmonë. Por normalisht është më e hershme. Kështu që mos përputhshmëria e orgazmave krijon edhe konflikt. A mund të dalimi pak këtu? Në qoftë se një grua nuk arrin në orgazm, a do thojë që partneri i saj nuk po e stimulon siç duhet? Në seksologji ekziston një postulat që thonë nuk ka femra
anorgazmike, që nuk kanë orgazm, por ka meshkuj të pa aftë i shpijen në orgazm. Do me thënë, për fat keq, shqiptarët nuk kanë një brezat e rinj, po brezat e vjetër nuk kanë pasur një edukat seksuale të mirëfillt. Sot, shikojmë ndryshime dhe sjellja seksuale e meshkujve është më moderne, më e kohës. Do me thënë që në kohët e sotme është zor të gjesh gra anorgazmike, sepse kanë një eksperiencë seksuale, numri partnerve ndikon jo gjithmonë. Se kanë ato gra që kanë shumë partner e asnjëherë nuk mbeten seksualisht kënaqura. Por një bashkëpunim ndërmjet, sidomos në çift, një bashkëpunim ndërmjet partnerëve është i domosdoshëm. Zotë Avenir, çfarë mund të themi? A ka çifte që ndahen vetëm sepse njëra palë nuk arrin kënaqësi seksuale? Në qoftë se nuk ka kënaqësi seksuale, atëherë njëri nga partnerët i eviton marrëdhëniet dhe partneri tjetër kujton se ka një tradhti bashkëshortore. Dhe që këtu lindin ndryshimet pastaj. Por nuk dhe arrin deri në divorce. Sot divorce kemi më shumë se sa në të shkuarën. Kjo është e vërtetë. Dhe raportin tim është që nga arsyet nisur edhe nga ajo që nuk bisedoni? Edhe ajo influencon. Stresi, humbja e parave, humbja e punës, pasiguria ekonomike, të gjitha këto influencojnë. Dhe kryesisht çiftet në cilën moshë shkojnë drejt divorcit për shkak të një mungesë raporti? Martesat e hershme, pa pasur eksperiencë jete, pa pasur siguri ekonomike, janë gjithmonë një pjesë janë më të prirura për të falimentuar. Zëvendësimi i sildenafilit, pra Viagrës, me kosmjalt dhe arra, mit popullor ky. Sa vërtet? Nuk është. As këto, as produktet e detit që thonë që janë afrodiziak, jo. Absolutisht. Pra, është thjesht një mit që diskutohet, nuk duhet marrë për bazë, sepse përdoret të rëndom në shoqërinë shqiptare. Jo. Ne më përpara, kur s'kishim mundësira tjera, u thoshim po, mjaltë ara, trëndafila, gjëra tjera, por nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Një ushqim i rregullt, ushqim i rregullt, themi ne, jo i një trajtshëm, jo i një anshëm, jeta jo sedentare, aktive, ruajtja e peshës ideale, puna, janë faktorët që influencojnë pozitivisht në marrëdhëniet seksuale. Dhe këtu duhet fokusohemi të kujdesemi për shëndetin, që është i pari, dhe pastaj gjithçka vjen. Po, natyrisht edhe shëndeti. Po janë të ndërlidhura, shëndeti me një mashkull që është me mbi peshë e ka të vështirë të arrijë orgazmën. Një grua që është edhe ajo mbi peshë, edhe ajo ka vështirësi. Një grua që është nën peshë, një mashkull që është nën peshë, kanë edhe ata mungesat e tyre, paaftësitë e tyre. Ruajtja e peshës ideale është e domosdoshme. Çfarë këshille keni për çiftet? Jo domosdoshmërisht të reja, çiftet që të kenë një jetë seksuale aktive, libido të lartë, dëshirë pra seksuale? Dëshira seksuale janë këta faktorët. Mënjanimi i duhanit tek gratë, konsumimi i drogave, një jetë aktive, frekuentimi i palestrave, nëse s'kanë mundësi të. Dhe bashkëpunimi në çift, do me thënë, për çdo problem që kanë, duhet të diskutojnë me njëri tjetrin, jo ta gjejnë zgjidhje në diku tjetër, në një partner tjetër seksual. Sot është fakt që tradhtit më të mëdha ndodhin o gjatë sezonit veror, kur shkojnë në plazh dhe kanë edhe ekspozimi i trupit e të tjera janë më të mundshme, ose kur ikin, kur ndahen, që njëri shkon me pushime në një vend, tjetri shkon pushime në vend, tjetër ose kur ikin me shërbime, edhe në këto raste tradhtit janë të mundshme, janë më të prirur në këto. Në kërkim diçka e të re. Të re. Si ndikon stresi një raport intim? Ka shumë çifte që ankohen shpesh që për shkak të stresit nuk kryejnë marrëdhënie seksuale. Stresi me ndryshimet hormonale që pëson organizmi dhe me ndryshimet psiqike që ndodhin,
e frenon dëshirën seksuale. Ai sa mund të shkojë edhe atyre në raste ekstreme dhe impotenca të definitive ose të zgjatura, që një mashkull mund të thotë jo, unë nuk bëhem më për mashkull, në të vërtetë ai e ka nga stresi. Faktorët stresant më të fuqishëm janë humbja e parave, emigracioni, gjakmarrjet. Në këto raste shikoj që kur vinë, po të rëmosh në jetën e tyre, atëherë dalin faktorët. Gjakmarrja është edhe kjo, vrasjet është një tjetër plagë. Zoti Balili, frekuenca ulët e seksit, është kjo një tregues në qoftë se partneri apo partnerja është e duhur për një individ? Normalisht ne themi, për një çift që kanë disa vjet bashk, 2-3 raporte në javë janë të domosdoshme. 2 deri në 3 herë se? 2 deri në 3 raporte seksuale në javë. Ky është maksimum. Për të treguar që marrëdhënie është të jetë një jetë seksuale e kënaqshme dhe një harmoni në familje. Po brenda natës apo ditës, brenda 24 orëve, frekuenca si duhet të jetë? Ka një numër marrëdhënie? Nuk ka një limit. Thonë që nuk ka një limit. Por mashkulli është më pak i aftë të kryej shumë marrëdhënie, ndërsa gruaja po. Pra, nuk ka një moment që bëhet e dëmshme, e rrezikshme. Natyrisht që nuk raportet sforcuara me shumë partner, prostitutat për shembull, nuk e di se si durojnë, por janë të forta. Janë të forta fizikisht e mendërisht. E kanë profesion. Asaj çfarë trupi u jep, ka një limit apo jo? Kur vjen puna tek kënaqësi. Jo, nuk kanë limit ato, domethënë 20-30 klient, jo partner, klientë quajnë, i kalojnë në ditë. Tani po flasim për punojësit e seksit. Po, prostitutat. Prostitutat. Çifti normal, pastaj nuk është 2-3 raporte në ditë, maksimumi 4-5. Ne qartë, zotë Belir, ne ju falenderojmë shumë. Nuk kanë as kohë, as mundësi. Ne ju falenderojmë për me jetën që bëjmë sot, apo jo? Për shpjegimin që i bëni një temë që në shoqërinë tonë flitet shumë pak edhe mbetet tabu, ndërkohë që duhet nis një edukim edhe për ata të rinj që në ndjekin. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Ndërkohë që publikut i themi që do të vijojmë me një material të përgatitur nga Megi Beshello, është koha të flasim për modë me intervistën që ajo ka realizuar me stilisten Sada Pecak. Ne kthehemi ditën e hënë, ndaj shihoni gjithçka ka përgatitur Vision Plus, qoftë në mbrëmje me podcastra dhe gjithçka është rezervuar për të shtunën e fundit. Shihemi të hënën në 10:05.